Rutina e mëngjesit për energji. Nëse mëngjesi jot fillon me stres dhe nxitim, trupi e ndjen gjatë gjithë ditës. Mjaftojnë 3 gjëra të vogla: pak shtrirje ose lëvizje për 2 deri 3 minuta, një mëngjes me pak proteinë dhe jo vetëm kafe, dhe disa frymarrje të thella para se të shohësh telefonin. Këto zakone të thjeshta ndihmojnë trupin dhe mendjen të zgjohen më butë dhe të kenë më shumë energji dhe fokus. Nëse nuk e kohë të mendosh çdo ditë çfarë të hash dhe çfarë të marrësh në mënyrë të shëndetshme, mund të ndihmojë të zgjedhësh një rutinë praktike me produkte natyrale që ta bëjnë më të lehtë këtë hap. Faleminderit nga zemra që qëndrove deri në fund. Nëse të pëlqeu, lë një koment ose shpërndaj. Rutina e mëngjesit për energji. Nëse mëngjesi jot fillon me stres dhe nxitim, trupi e ndjen gjatë gjithë ditës. Mjaftojnë 3 gjëra të vogla: pak shtrirje ose lëvizje për 2 deri 3 minuta, një mëngjes me pak proteinë dhe jo vetëm kafe, dhe disa frymarrje të thella para se të shohësh telefonin. Këto zakone të thjeshta ndihmojnë trupin dhe mendjen të zgjohen më butë dhe të kenë më shumë energji dhe fokus. Nëse nuk e kohë të mendosh çdo ditë çfarë të hash dhe çfarë të marrësh në mënyrë të shëndetshme, mund të ndihmojë të zgjedhësh një rutinë praktike me produkte natyrale që ta bëjnë më të lehtë këtë hap. Faleminderit nga zemra që qëndrove deri në fund. Nëse të pëlqeu, lë një koment ose shpërndaj. Rutina e mëngjesit për energji. Nëse mëngjesi jot fillon me stres dhe nxitim, trupi e ndjen gjatë gjithë ditës. Mjaftojnë 3 gjëra të vogla: pak shtrirje ose lëvizje për 2 deri 3 minuta, një mëngjes me pak proteinë dhe jo vetëm kafe, dhe disa frymarrje të thella para se të shohësh telefonin. Këto zakone të thjeshta ndihmojnë trupin dhe mendjen të zgjohen më butë dhe të kenë më shumë energji dhe fokus. Nëse nuk e kohë të mendosh çdo ditë çfarë të hash dhe çfarë të marrësh në mënyrë të shëndetshme, mund të ndihmojë të zgjedhësh një rutinë praktike me produkte natyrale që ta bëjnë më të lehtë këtë hap. Faleminderit nga zemra që qëndrove deri në fund. Nëse të pëlqeu, lë një koment ose shpërndaj.